Të gjitha adhurimet, falënderimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë. Ne vetëm atë falënderojmë, vetëm atë adhurojmë, se vetëm madhëria e Tij ka pushtetin dhe meriton që t'i përulen gjithë krijesat. Dhe gjithçka adhurohet, nderohet përveç Zotit xhelel xhelaluhu, ajo është falso, nule, batile, dhe në ditën e gjykimit do t'i thotë shko atje ka ai. Ka ai Zoti jot që ke adhuruar prej balte, prej allçinja, prej malja, prej guri, që në mënyrë absolute s'do të ketë as i vlerë, as nuk do të ketë fuqi me fol para Zotit xhelel xhelaluhu. Por edhe i miz nuk do të ketë mundësi ta lëvizin në jetën e kësaj bote, jo të rregulloj jetën tate, imanin tat, besimin tat, mirësitë dhe begatit tuaja në mënyrë absolute jo. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na e ka sjell përgëzues, si harëques për jetën e kësaj bote dhe për jetën tjetër në ahiret. Mëshira Allahu të qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mëshira Allahu të qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë në këtë xhami, jo për tjetër gjë, po vetëm për të adhuruar Zotin dhe për ta çuar vend urdhën e Zotit, të cilin e ka bërë bërsh faljen dhe bashkimin në ditën e xumës. Përmendëm një ajet që ka të bëjë me çelësin e xhenetit. Edhe keni dëgjuar dhe herë tjera që kemi shpjeguar që çelësi i xhenetit është fjala La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Shumë e thjeshtë, e lehtë për të deklaruar me gojë, por edhe për të pranuar me zemër. Allahu xhelel xhelaluhu thotë ne ju urdhëruam juve që të besoni dhe të adhuroni vetëm Allahun një, pa i shoqëruar askënd atij, dhe ju ndaluam që të adhuroni djajt edhe shokët e djajve. Wa anistanibu tagut, largoni nga adhurimi i shejtanëve. Koha sot më është bërë problem rreth kësaj çështje. Njerëzit marrin se cili ka i Zot për vete, ka i njeri, ka i aktor, ka i podun, budallëj sa dush. Por do të ketë llogari dhe përgjegjësi të madhe përpara Zotit xhelel xhelaluhu. Çelësi i xhenetit quhet ndryshe tauhid. Tauhid do thotë të njësosh Zotin. Mendja jote, goja jote, i gjithë trupi jot të deklarojë dhe ti që është vetëm një Zot. Fa'lam, thot Allahu në Kur'an, fa'lam ennehu la ilaha illallah. Dije, mësoje, se nuk ka tjetër përveç Allahut, që i meriton gjitha respektet, adhurimet. Dije, thot, mësoje. Ku të mësojnë Kur'an? Tek hoxha, tek ai shoku që falet në xhami. Shko është Zoti, shko është Allahu. Sepse është çështja më e rëndësishme e kësaj jete. Nëse do të llogariteshin krijesat e Zotit, njerëzit, pasuri, toka, diell, ujë, krejtësisht kanë ardhur për këtë fjalë. Krejtësisht janë në shërbimin e kësaj fjale. Edhe me lekë të Allahut, edhe xheneti, edhe xhehenemi. Krejt janë në shërbim të kësaj fjale. Allahu xhelel xhelaluhu me lajket i ka kriju për këtë fjalë. Edhe ata të gjithë deklarojnë dhe thonë La ilaha illallah. Pejgamberët, Allahu xhelel xhelaluhu i ka zbrit, i ka zgjedh në dynjë që të mësojnë njerëzit pikërisht këtë fjalë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte ky moment tha, ne kemi ardhur që nga Ademi alayhis salam, e deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fundit vetëm për këtë fjalë, për fjalën La ilaha illallah. Vetëm për këtë fjalë kemi ardhur. Librat e Zotit, historitë atyne, çka tregohet ta kanë ardhur vetëm për këtë fjalë. Vetëm për fjalën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Jeta e njeriu në këtë botë është vetëm për fjalën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Nuk ka tjetër. Vetëm për këtë është destinacioni jonë i jetë në kësaj bote. Se na pa e shohim që
Han ushqimin ngopësh, nesër do ngopësh prap, pas nesër prap, vjen pleqëria, kalo prej kësaj jete. Rregulli natyror, thon mos besimtar. O rregull natyror ka qellu kështu rastësisht, edhe vazhdo ky zinxhir. Jo, thot Allahu xhallahu, nuk vazhdo zinxhiri. Zinxhirin do ta ndërpresim, thot. Ne që e vum punë, ne që e montum, që ja lidhim ato hallkat, ne do ta ndërpresim, thot Allahu xhallahu. Por mlidhni men. Fa aktharuhum la yu'minun. Pak prej atyre besojnë. Shumica atyre adhurojnë djajt e mallku. Djalli o vëllezër ka marrë garanci që të jetojë deri ditën e gjykimit prej Allahut. Dhe i ka premtuar Zotit se do t'i shkatroj njerëzit. Po Allahu thot nuk do t'i shkatrosh. Sepse unë kam lënë mes njerëzve këtë fjalë. Kam lënë mes njerëzve të namazit, thot Allahu xhallahu, dhe nuk do t'i shkatroj. A e kanë lënë këtë fjalë? E kanë lënë. A e kanë lënë namazin? E kanë lënë. E kanë lënë agjërimin? E kanë lënë. A e kanë vazhdu veprat e këqija? I kanë vazhdu. Pra kjo është me të vërtet çelësi i xhenetit. Njeriu do thirret përpara Zotit xhallahu. Po para se të dali në ahiret, do të jetë në banesën e varrit. Dhe pyetja do t'i bëhet edhe në banesën e varrit. A e ke ditë këtë fjalë? Fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E kam asnjë thot robi, dikujt atje po, vetë se kam deklaruar ndonjëherë. Po pse mos më deklaru? Kem mësu 1 milion fjalë. Ka mësu një njëri 120 gjuhë të botës. Edhe krenar, kampioni i botës, atë ka filluar çmimi, fitoi çmim mos se ka mësu 120 gjuhë. Po s'ke mësu i fjalë la ilaha illallah që gjuhët i ka kriju Allahu. Fiset, popujt, ndarjet, shtetet, Allahu xhallahu ju kemi kriju dhe ju kemi nda me qëllim që të njiheni, ta keni më të lehtë. Ky ka këtë gjuhë, ai ka këtë gjuhë që ta keni më të lehtë njëri me tjetrin. Se njerëzit mund të flisin gjithë i gjuhë, krejt normale. A mungon tek Allahu? Nuk mungon as sen. Edhe e kemi ngjuar fjalën pra diku e thoshin atje, diku e kishin shkruajtë në mort atje. Edhe hiç njeriu i pakujdesshëm. Wallahi në një ditë të vështirë, mos e ta kalojmë banesën e varrit, edhe xhehenemi